Kryeparlamentari Ilir Meta në vijim të vizitës në Shtetet Bashkuara të Amerikës është takuar edhe me kongresmenin Robert Pittenger, kryetari Task Forces për terrorizmin dhe luftën jo konvencionale, ku diskutuan çështje të rëndësishme si lufta kundër terrorizmit dhe ISIS, kërcënimet kinerbetike dhe pastrimi parave, me fokus krimin e organizuar dhe terrorizmin global. Gjithë këta element janë faktor të rëndësishëm në përpjekjet tona të përbashkëta për të luftuar ekstremizmin islamik. Ne kemi gjetur një partner shumë të rëndësishëm tek Shqipëria dhe një mik shumë të madh. E vlerësojmë dhe ju falenderojmë shumë që jeni sot këtu dhe shpresojmë që forumi tjetër në praverën e ardhshme të zhvillohet në Europë. Nëse do të kemi mundësi, do të bëjmë çdo gjë që është e mundur që ky forum të bëhet në Tiranë. Të shpresojmë që edhe të tjerët do t'i bashkohen kësaj nisme dhe kësaj agjende, por ftesa juaj është shumë e mirë pritur dhe e respektuar. But your invitation is very much appreciated and respected. Gjithashtu kryetari i Kuvendit zhvilloi edhe një takim me liderin e demokratëve në Kongres Nancy Pelosi. Ecuria e reformave në Shqipëri ka qenë një nga temat qendrore të bisedës së zhvilluar. Gjatë qëndrimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kryetari i Kuvendit Ilir Meta u takua edhe me kongresmenët John Boehner, Ralph Abraham, Derek Kilmer dhe David Jolly. Përfshi senatorin Chris Murphy në kryetari i Komitetit për Europën në Senatin Amerikan.